Një ngjarje dyshim të regjistruar mbrëmjen e kaluar në Vlorë, ku 2 makina janë djegur totalisht në rrethana ende të paqarta. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur në zonën e rrugës Asbakanike, ku 2 makina ishin të parkuara. Njëra nga makinat është djegur dhe i përket një efektivi policie dhe mendohet se ndaj saj është hedhur lëndë djegëse. Përpasoj flakët janë përhapur me shpejtësi dhe kanë përfshirë mjetin që ndodhej pranë saj. Zjarfikësit kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje dhe kanë shuar zjarrin, ndërkohë vijojnë hetimet. Policia ka nisur të marrë në pyetje persona dhe të mbledhë kamerat e sigurisë në disa biznese aty pranë, për të vërtetuar nëse zjarrvënia ka qenë e qëllimshme dhe për të vendosur autorët përpara përgjegjësisë. Gjithashtu referua materialin e prokurorisë pas një reagimi të bërë nga policia në mbrëmjen e djeshme në lagjen 1 Maj. Në Vlorë ka rënë zjarr në automjetin e parkuar në pronësi të shtetasit DP. Flakët janë djegur plotësisht ky automjet dhe një automjet tjetër i parkuar. Sot në orët e para të mëngjesit në lagjen nr. 4 në Sarandë ka rënë zjarr në automjetin e parkuar në pronësi të shtetasit AP. Nga flakët janë shkaktuar dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Simar referuan materialin e prokurorisë pasi më datë 12 prill 2026 në plazhin e Jalës në vendin e quajtur Gjiri Akuariumit ka rënë zjarr dhe përpasoj është djegur një objekt beach bar. Në pronësi të shtetasit GN 27 vjeç. Vijon puna për zbardhjen e rrethanave të këtyre 3 rasteve, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materiale procedurale i referuan prokurorive kompetente për veprimet të mëtejshme.